Kryetari i Sindikatës së Shëndetësisë Shkodër, Paulo Kaceri, ka reaguar në një prononcim për media për shkak të mos kalimit të pagës së muajit dhjetor për të gjithë personelin shëndetësor në Shkodër. Ai thotë se shumica e personelit shëndetësor ka probleme ekonomike, ndërsa nuk përfitojnë as pagën e 13 dhe shpërblimin e fundvitit. Është bëhet përvitshme kjo gjë, normalisht është kundrejt çdo rregulli, kundrejt çdo kontratet për me ju vënu paga punojësve të sistemit shëndetësor deri në këta kushte, ku shumica e personelit shëndetësor kanë probleme ekonomike, kanë probleme me kredite marrëna nëpër banka dhe gjithë secili prej tyre kërkon që pagat i dalit në kohën dhe në datën e duhur, ashtu siç duhet për me kanë. Për këtë arsye na kena shprehë edhe sensibilizimin ton prej disa kohësh që kjo gjë mos më ndodh, por gjithsesi ka rënë dëshurë. Për edhe problematika tjera, të cilat ja kena nisë edhe Ministri i Shëndetësisë për pagën e 13 dhe për shpërblimin e fundvitit, kur në asnjë vit nuk janë bërë të mujtuna asnjë ana as tjetra, ashtu siç i marrin edhe institucionet tjera. Sipas Kacerit, shëndetësia është lënë pas dore. Gjithmonë shëndetësia ka nevojë për kushte më të mira dhe për paga më të mira. Tash po shohim, unë do të dal në deklaratë tjetër prap, edhe mos i të marrën edhe shpërblimet cilat i ka premtuar kryeministri, për arsye se shumë herë ja është trumbetuar me të madhe që shpërblimet janë me një shifër X, por në të vërtetë faktikisht rritja ka qenë jashtëzakonisht më e vogël se që ka thënë qeveria. Për këtë, Kaceri kërkon një reagim të shpejtë nga institucionet përgjegjëse.